reprezentant të Partisë Demokratike Saran, të nderuar të ftuar. Ndihem shumë e nderuar dhe e privilegjuar që më jepet mundësia të flas përpara jush në ditëlindjen e 35 të familjes sonë politike. Nuk ka qenë e lehtë, nuk kanë qenë kushtet dhe rrethana normale ato të janarit të vitit 1991, kur u ngritën burra dhe gra trima të rinj dhe të reja, të cilët sfiduan frikën dhe terrorin komunist, u ngarkuan dhe krijuan degën e Partisë Demokratike në Saran. Sikudo në Shqipëri, regjimi komunist ishte jashtëzakonisht i egër dhe nuk dorëzohej as në momentet e tij të fundit. Unë jam e re dhe në atë kohë kam qenë fëmijë, por jam e bindur se ato ishin ditë kur po shkruhej historia. Prandaj sot kemi detyrimin moral të nderojmë dhe respektojmë më të madh dhe mirënjohjen më të thellë, duke u përkullur para të gjithë atyre që krijuan dhe mbajtën gjallë degën tonë në Partinë Demokratike Saran. Kanë kaluar 35 vite që atëherë dhe Partia Demokratike ka qenë herë forcë qeverisëse, herë forcë kryesore opozitare e vendit. Sot, për fat të keq, ndodhemi në opozit. Në mandatin e 4 të Edi Ramës, jo vetëm që jemi në opozit, por jemi edhe më të rrudhur në forcë dhe në numra për të sfiduar një regjim që çdo ditë dëmton demokracinë, shtetin e së drejtës dhe shpresën e qytetarëve. Por Partia Demokratike nuk është krijuar për të qëndruar në opozit. Ajo është krijuar për të qeverisur Shqipërinë, është krijuar si një forcë me vlera konservatore evropiane dhe perëndimore, ku familja, prona, liria dhe ateun janë themeli i vizionit ton politik. Pikërisht për këtë arsye, sot më shumë se kur duhet të ngrihemi në lartësinë e sfidave që na kërkon koha për të përballur me këtë regjim dhe për ta larguar atë nga pushteti. Ne duhet të vazhdojmë të denoncojmë padrejtësinë, ne duhet të vazhdojmë të protestojmë, por mbi të gjitha ne duhet të rindërtojmë besimin dhe shpresën. Partia Demokratike ka nevojë për hapjen e menjëhershme ndaj vlerave më të mira njerëzore që mbar shoqëria jonë, dhe jo vetëm ndaj atyre me bindje të djathta konservatore, por ndaj gjithë shqiptarëve që duan të bashkohen për të shpëtuar Shqipërinë. Duhet të hapemi ndaj të rinjve dhe të rejave, sepse ata janë e ardhmja, ata janë energjia, guximi, vizioni për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe. E ardhmja e Shqipërisë duhet të jetë në një vend ku të rinjt nuk largohen, por qëndrojnë për të ndërtuar jetën e tyre. Një vend kur puna shpërblehet, ku ligji është i barabartë për të gjithë, ku familjet jetojnë me dinjitet dhe ku fëmijët tanë kanë arsye për të ndëruar. Kjo është Shqipëria për të cilën ne duhet të luftojmë çdo ditë. Të gjithë bashkë duhet të angazhohemi për ta bërë vendin tonë më të drejtë, më të zhvilluar, jetueshëm për brezat që vijnë. Ky është misioni ynë dhe kjo është përgjegjësia jonë historike. Ju falenderit. Urime të gjithë demokratëve për këtë votën.